Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e përditshëm Zgjohuni me ne, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 9 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione, të cilat do na bëjnë të udhëtojmë në histori, kohë dhe kulturë. Do të vjojmë me ngjarjet e datës 9 nëntor. Në vitin 1989, muri i Berlinit bie. Pas disa dekadash ndarje, Gjermania Lindore shpall se qytetarët e saj mund të kalojnë kufirin. Me qindra njerëz mbushin murin e Berlinit dhe shkatërrimi i tij shënon fillimin e ribashkimit të Gjermanisë. Në vitin 1938, Nata e Kristalt, në Gjermani dhe Austri ndodh një program antisemitik i orkestruar nga nazistët, ku hebrejt sulmohen, digjen dhe bizneset e tyre shkatërrohen. Në vitin 1923, Adolf Hitler përpiqet të bëjë një gru shteti në Myni për të rrëzuar qeverinë e Weimarit, një përpjekje që përfundon në dështim. Në vitin 1965, sonda e Bashkimit Sovjetik Luna 9 dërgon fotografitë e para nga sipërfaqja e hënës. Në vitin 1970, ish-presidenti i Francës, de Ronnier, ishte një nga liderët kryesorë të Francës gjatë luftës së dytë botërore dhe pas saj. Do të vjojmë me lindjet e datës 9 nëntor. Në vitin 1841, Eduardi VII, mbreti i Britanisë së Madhe, lindi. Enrico De Nicola në vitin 1877 ishte presidenti i parë i Italisë gjatë viteve 1946 deri në vitin 1948. Në vitin 1922, Dorothy Dandridge, aktore dhe këngëtare e njohur amerikane. Në vitin 1934, vjen në jetë Carl Sagan, astronom dhe astrobiolog amerikan, i njohur për punën e tij në shkencë. Në vitin 1974, Alessandro Del Piero, futbollist italian dhe një nga ikonat e Juventusit dhe kombëtares italiane, vjen në jetë. Data 9 nëntor nuk shënoi vetëm lindje, por gjithashtu edhe vdekje të personaliteteve të mëdha. Në vitin 1952, Chaim Weizmann, presidenti i parë i Izraelit dhe një lider i lëvizjes sioniste. Në vitin 1970, ndroi jetë Charles de Gaulle, ish-president dhe lider i Francës gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 2005, gjithashtu ndroi jetë Narayan, presidenti i parë me ngjyrë i Indisë. Leonard Cohen ndroi jetë në vitin 2016, ai ishte këngëtar, tekstshkrues dhe poet kanadez, i njohur për këngën e tij si Haleluja. Në vitin 2017, ndroi gjithashtu jetë një këngëtar, Chuck Mosley, ishte këngëtar amerikan i njohur për grupin Faith No More. Vjoj me rubrikën e dhe shëndeti, ku ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të Sigmund Freud, i cili është një frut i shëndetshëm dhe ushqyes që është i mbushur me një sër lëndës ushqyese. Është një burim i pastër i antioksidantëve, kalciumit, fosforit dhe flavonoideve. Ai gjithashtu përmban lëndë ushqyese të tjera si natriumi, tiamina, lipoflavina, karotina, fibra, niacin, acid folik, proteina dhe yndyrna. Meqense në jamun ka shumë vitamin C dhe hekur, ai ndihmon në rritjen e hemoglobinës. Përmbajtja e hekurit e pranishme në jamun funksionon gjithashtu si pastrues gjaku. Jamuni e mban zemrën të shëndetshme. Ai është i dobishëm për të mbajtur zemrën tuaj të shëndetshme dhe për të mbajtur larg problemet e zemrës. Fibra dietike dhe antioksidantët në jamun janë ideale për rregullimin e niveleve të kolesterolit dhe pengimin e formimit të pllakave. Fruti përmban kalium që ndihmon në parandalimin e sëmundjeve si goditjet në tru, presionin e lartë të gjakut dhe problemet e zemrës. Ai gjithashtu përmban dhe lëndë ushqyese të tjera jetike si acidi elagik, që ka një sasi të konsiderueshme të vetive antiinflamatore. Jamun trajton problemet me tretjen. Ai ka veti tretëse që ndihmon në problemet e stomakut, duke qenë se është i pasur me vitamin A dhe C, detoksifikon trupin dhe trajton çrregullimet e tretjes.
Jamun gjithashtu ka veti antacid që parandalojnë formimin e tepërt të acidit në stomak. Prandaj ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të dispepsitit, gastritit, problemeve të ulcerës dhe gjithashtu nxit përthithjen e lëndëve ushqyese. Lufton problemet e frymarrjes. Jamuni konsiderohet si një ilaç tradicional për trajtimin e të gjitha problemeve të frymarrjes. Dihet se ka shumë antibiotik të fuqishëm dhe veti antiinflamatore që ndihmojnë në trajtimin e problemeve si astma, ftohja e zakonshme dhe gripi. Jamun ndihmon në humbjen e peshës, duke qenë se jamun është një frut me pak kalori dhe përmban fibra të larta. Është i përsosur për të përfshirë në recetat e dietat për humbje peshe. Ai përmirëson tretjen dhe ndihmon në reduktimin e mbajtjes së ujit në trup. Gjithashtu jamun përmban acid galik dhe acid elagjik që njihet për përmirësimin e mos funksionimit metabolik dhe gradualisht ndihmon në humbjen e peshës. E mban lëkurën e shëndetshme. Jamun detoksifikon dhe pastron gjakun tuaj duke lënë lëkurën tuaj rrezatuese dhe me shkëlqim. Gjithashtu vetitë e vitaminës C në jamun ndihmojnë në neutralizimin e prodhimit të tepërt të vajit dhe trajtimin e njollave të errta. Antioksidantët gjithashtu reduktojnë linjat e imta dhe rrullat. Menaxhimi i diabetit. Sipas një reviste, jamun ndihmon në menaxhimin e diabetit. Përbërësit si jambulin dhe jambosin të pranishëm në fara ngadalsojnë nivelet e glukozës në gjak dhe rrisin nxitjen e insulinës. Forcon dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve. Jamun përdoret dhe për higjienën orale. Është i dobishëm për forcimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëndve. Vetitë antibakteriale dhe prania e vitaminës K që gjendet në jamun ndihmojnë në parandalimin e gjakderdhjes së mishrave të dhëndve. Ndër lëndet e tjera ushqyese të ndryshme, vitamina A dhe C, kalciumi, acidi folik dhe fitosterolet ndihmojnë në ruajtjen e indeve të shëndetshme brenda gojës. Ai është përdorur si një ilaç i lashtë për të luftuar mikrobet dhe për të mbrojtur trupin nga infeksionet. Vetitë antibakteriale dhe antimikotike të pranishme në ekstraktin e frutave jo vetëm që largojnë mikrobet dhe bakteret, por gjithashtu punojnë për të trajtuar dhe shëruar plagët. Vetitë bioaktive të jamun reduktojnë lodhjen e topsinë dhe ju japin energji dhe ju bëjnë të ndjeni më të freskët. Gjithashtu, komponimet fenolike në jamun rrisin imunitetin. Për biografinë e datës së sotme kemi përzgjedhur Carl Sagan. Ai ishte një astronom, astrobiolog dhe popularizues i shkencës amerikane, i njohur për kontributin e tij në zbulimet astronomike dhe për aftësinë e tij për të shpjeguar koncepte shkencore në një mënyrë të kuptueshme për publikun e gjerë. Ai kontriboi në zhvillimin e sondave Voyager dhe Pioneer, që u dërguan për të eksploruar sistemin diellor dhe për të komunikuar informacione për jetën në tokë me qytetrime të mundshme jashtëtoksore. Sagan u bë i njohur për punën e tij në astrobiologji, një fushë që eksploron mundësinë e jetës në planetë të tjerë dhe ishte një nga shkencëtarët e parë që argumentoi se Venusi kishte temperaturë ekstreme për shkak të efektit serë. Ai gjithashtu shpjegoi idetë e tij rreth jetës jashtëtoksore dhe mundësive të komunikimit me qytetrime të tjera në librin e tij të njohur Kosmos, që u shoqërua dhe nga një seri televizive duke frymësuar një audiencë të gjerë dhe të ndryshme. Sagan botoi shumë libra shkencorë për publikun e gjerë, i cili më vonë u përshtat në një film ku ai shqyrtoi rëndësinë e skepticizmit shkencor në një botë të përparuar teknologjikisht. Ai ishte gjithashtu një zë i fortë për mësimin dhe mbrojtjen e shkencës dhe promovimin e paqes botërore, duke paralajmëruar për rreziqet e luftës bërthamore. Vjojmë rubrikën Kuriozitete, ku sot kemi zgjedhur të flasim për ligjin e Morit. Ligji i Morit parashikon se fuqia e kompjuterave ose numri i tranzistorëve në një qark të integruar dyfishohet çdo 2 vjet, ndërsa kostoja për njësi zvogëlohet. Ky parim u formulua nga Gordon Moore, bashkëthemeluesi i kompanisë Intel në vitin 1965. Që atëherë ligji i Morit është bërë një nga drejtimet kryesore të inovacionit në industrinë e teknologjisë.
Në praktik, kjo do të thotë se fuqia e kompjuterave ka pasur një rritje të jashtëzakonshme ndër vite, duke na dhënë mundësinë për të krijuar pajisje të vogla, të lira por jashtëzakonisht të fuqishme, si smartphone, tablet dhe laptop. Megjithatë, shumë ekspert argumentojnë se ky ligj mund të mos jetë i qëndrueshëm përgjithmonë, sepse arrim në kufit fizik të materialeve dhe shkencës aktuale. Kjo ka shtyrë kërkuesit të eksplorojnë teknologji të reja si kompjuterat kuantik dhe materialet e avancuara që mund të sjellin një revolucion të ri në teknologji. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 5 deri në 14 gradë, Peshkopi 3 deri në 14 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 19 gradë, Durrës 9 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 19 gradë, Elbasan 7 deri në 20 gradë Celsius, Berat 6 deri në 20 gradë, Korçë 1 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 8 deri në 20 gradë, Gjirokastër 2 deri në 15 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 18 gradë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 0 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë, Skënderaj -1 deri në 13 gradë Celsius, Pej 7 deri në 13 gradë, Prishtinë 1 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 13 gradë, Malishev 3 deri në 13 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 13 gradë, Ferizaj 2 deri në 16 gradë, Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 15 gradë, Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit për datën e sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.